Vërtet, por kur është situata e tillë, kur ka bllokada institucionale, janë të pashmangshme. Po këtu po dalim na çka tha shumë, sepse bllokada është bë për inate personale, për të mbulu paaftësinë e tyre, për të mbulu qeverisjen e tyre. Pse mendoni zonja Musliu prish binomi? Kurti Osmani. Për të mbulu qeverisjen e tyre dhe për të ikë vëmendjen ose për ta tërheqë vëmendjen nga problemet reale me të cilat ballafaqohet qytetari i Republikës Kosovës. Dhe krejt kjo tollovi nëse quhet, ose krejt kjo blokad, ose krejt ky ngërç, është kriju vetëm për ta tërhequr problemin ose vëmendjen nga problemet reale të qytetarëve të Republikës Kosovës. Pse u prish binomi, janë interesat e tyre personale. Thjesht. Vetëm interesat e tyre, këta nuk janë prish për parime. Këta janë prish për karrik. Njoni do me vazhdu pushtetin, tjetri do me pas pushtetin absolut. Edhe në qeveri, edhe në presidencë, dhe kjo është. Nuk ka arsye tjetër pse këta janë prish. Nuk janë prish këta për parime. Nuk janë prish këta për vendime të rëndësishme për shtetin. Janë prish ose janë... E quanin binam të shpresës? Binam të shpresës në 2021? Nëse nuk e di sot kujtohet fjalimi im pikërisht në binomin në qeverinë e shpresës, kër e kam promovu ditën e parë në kuvend, fjalimi im ka qenë që vetëm koalicioni shpresës nuk mund të jetë, dhe kam ripërsërit disa herë gjatë fjalimit tim këtë fjali, sepse unë atëherë kam kuptu që këta i bashkon vetëm interesin, nuk i bashkon kauza për Kosovën, nuk i bashkojnë projektet për Kosovën, nuk i bashkojnë qëllimet e mira, i bashkojnë qëllimet dashakëqia për vendin dhe egoja e tyre personal. A mund të cilën ndonjë situatë të rrezikshme për vendin, kjo situatë që ndodhi 3 javë më parë? Dëgjoj, kjo situata që ka ndodhur, i kanë dhirë të gjana në sipërfaqen rënd parë, sepse po tisha unë prokurore shtetit, dhe më thonë në momentin kur del presidentja Osmani dhe thot me tendenca të rrezikshme. Nga njerëz të rrezikshëm. Nga njerëz me tendenca të rrezikshme, dhe më thonë, unë do të aftoja presidentën në një intervist dhe i kisha kërku me e sqaru çka nënkupton me këtë fjalë. Dhe pse nuk ka ndërmor hapa ma herët kur e ka di që këta njerëz janë të rrezikshëm për vendin. Sepse na e kemi thonë. Fjalën e kishte për mos zgjedhjen e presidentit. Jo, nuk e kishte për situata që u soll kështu. Jo, e kishte për kryeministrin, direkt. Direkt? Po kur u pyet dhe kur tha zgjidha nëse ka pasur për mua. Në një mënyrë më të reformuar, e tha ato çka ka thonë kur ka qenë kundërshtare e tij në Kuvendin e Republikës Kosovës. Por zonja Osmani sot po thotë që po përballet këtë javë të fundit me një fushat baltosëse, akuza, shpifje ndaj saj. Ju, zonja Musliu, gjatë kësaj karriere politike keni pasur edhe ju situatat e tilla? Dëgjoj, kushtrim, nuk thuhet kot në popull çat mbjell shekor. Nëse ke mbjell grur nuk mundesh me korr misër. Dhe nëse ke mbjell misër nuk mundesh me korr grur. Presidentja e Republikës Kosovës, përveç që është pajtu me bullizimet, linqimet, luftën që na është bë që 5 vjet, po edhe ma gjatë, ajo dhe shpesh herë dhe ju ka bashkangjit bullizimeve, fyrjeve edhe linqimeve. Po ju jeni kundër këtyre, natyrisht, apo jo? E thash edhe njerë, unë kam luftu shumë që linqimi, shpifja, kërcnimi mos të bëhen standard në Kosovë, mos të bëhen norm. Kur se kam mbrojt veten? Kur se më dalë mua në ku se më shajti dikush, më bullizoj dikush si që po e ban presidentja sot. Kam ngrit zonin kundër bullizimin ndaj secilit që është bë. Po nuk mund është ti. Në këtë aspekt, a i delin në mbrojtje zonit Osmani? Unë distancohem nga gjithë ata të cilët bullizojnë, linqojnë, shpifin, kërcnojnë. Dhe jam kundër kësaj klime. Mirë po, unë jam permanent kundër. Edhe kur i shajnë të tjeret, edhe kur më shajnë mu. Nuk mundet presidentja kur e shajnë presidenten me dalë me u viktimizu edhe me dalë kundër bullizimeve, e në anën tjetër, kur të shajnë ty e mu e a tjetërin, nëse jo mu distancu me i përkrasi që ka ndodhë. Ju e dini vetë presidentja ka qenë bullizuse në disa raste. Edhe ndaj meje. Tjetër është që unë nuk dalë me u viktimizu. Tjetër që unë s'dalë me bo kauza mbi ngjarjet e tilla. Por, presidentja e ka mbjell, është duke kur atë që e ka mbjell. Nuk mund është ti me amnestu
bullizusin, kërcnusin, shantazhusin. Ju e dini shumë mirë, lëvizja vetë vendosje është maçineri e këtyne gjanave. Presidenti ja ka përkra këtë parti, dhe jo pandimin e presidentës sot, ata janë këtu